Ky do jetë sfondi që do ju shoqëroj në videot e mia tani e mbrapa, pasi në kuzhinë ku bëja video dhe në dhomë të gjumit nuk bëj dot në video. Duhet qenë se është vajza dhe në kuzhinë dëgjohet çdo gjë domethënë, kështu që edhe në kuzhinë nuk bëj dot video. Jam spostuar tek dhoma që aktualisht është si tip magazine, unë e përdor vetëm për të mbajtur pjesët e karrocës, për tavolinën e korrosjes edhe për disa gjëra tjera të vogla. Kështu që këtu do të bëj video tani e mbrapa. Sot kam marrë një pako, ajo pakoja është nga Zea Bijou. Unazën ma keni parë, sa unazën e mbaj shumë, nuk kam hequr nga dora që nga dita që kam marrë pako. Pakon kam një ca ditë që kam marrë, po nuk kam pas mundësi të bëj video, duke qenë se kam pas shumë ngarkesë me gocën. Kam vendos dy pako si këto. Unë në Bijou i kam zgjedh vetë, dy të paktën i kam zgjedh vetë. Kam zgjedh vetë këtë bërshblyku. Është super i bukur, do të piqem ta vendos. Okej, e vendosa. Është super i bukur, stainless steel, nuk nxihet. Nëse kjo pakoja tjetër, kam unazën. Kam unazën e famshme, që unë nuk e kam hequr nga dora që kur e kam marrë. Është super e bukur. Kam një, nuk e di si quhet kjo. Duket tenis, nuk jam e sigurt. Kështu i kisha në plan fakt që t'i mbaja. Për kohë gocën kishte vendosur edhe këtë. Dhe kjo është super e bukur. Janë shumë bukura. Zea Bijou, shumë faleminderit. Edhe shumë ndjes për vonesën e videos, por motherhood is difficult.